Partia Socialiste nuk ka arritur të sigurojë 71 votat e nevojshme për miratimin e projekt vendimeve në seancën e sotme parlamentare. Edhe pse ka 84 mandate, PS përfundoi sot në 67 vota, sapo u mbyllën diskutimet dhe nisën përgatitjet për të miratuar rendin e ditës. Deputetët e PD-u tërhoqën nga disa nisma të tyre dhe kërkuan të hiqen nga rendi i ditës. Më pas u vijua me pikat e tjera, por sapo u hodh në votim ligji për miratimin e strukturës organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë jo të plot pune, që rekrutohet për përpunimin e materialeve zgjedhore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, u pa se PS mori 67 vota. Më pas kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ndërhyri duke ndërprer procesin me argumentin se ishte bërë një gabim procedural. Sipas tij, projekt vendimet duhet të votoheshin vetëm pas përfundimit të diskutimit të gjitha projekt ligjeve. Ka një gabim. Projekt vendimet votohen në fund, pasi diskutohen projekt ligjet. Projekt ligjet e tërhequra nuk janë 3, por 2. Projekt ligji për një shtesë në ligjin për tatimin e vlerës së shtuar nuk është tërhequr. Do të korrigjohet ky gabim, deklaroi Peleshi nga drejtimi i seancës. Deputetët e Partisë së Lirisë që ishin në sallë reaguan menjëherë, duke pretenduar se votimi u ndërprer për shkak se mazhoranca nuk e kishte numrin e nevojshëm të votave. Po ashtu, deputeti Agron Shehaj akuzoi drejtuesit e seancës për manipulim të procesit parlamentar. Ishim në votim, kur shikoni që nuk keni vota e ndërprisni dhe thoni që ishte gabim, ta marrim vesh, a u ndërprer votimi sepse mazhoranca nuk kishte votat, deklaroi ai. Peleshi mohoi që ndërprerja të kishte lidhje me numrat në sallë. Nuk është ndërprer votimi për çështje numrash, sepse në sallë janë më shumë se 70 deputet. Ishte gabim njerëzor, pasi kishte mbetur një projekt ligj pa u diskutuar, u përgjigj ai. Pas debateve, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, kërkoi disa minuta pushim. Ai deklaroi se kishte pasur paqartësi lidhur me tërheqjen e nismave nga opozita. Ne u informuam se opozita është tërhequr nga të gjitha nismat. Blushi na informon se nuk është tërhequr nga nismat. Nuk kemi si të kalojmë në diskutim nismën e zotërisë. Zoti kryetar, na sqaroni këtë, tha Balla. Sipas të dhënave të bëra publike në seancë, mungonin këta deputet dhe ministra: Pirro Vengu, Albana Koçiu, Belinda Balluku, Edi Rama, Toni Gogu, Elisa Spiropali, Ervin Demo, Majlinda Dhuka, Adea Pirdeni, Blendi Gonxha, Damian Gjiknuri, Eriona Ismaili, Fatmir Xhafaj, Hatixhe Ekonomi, Orlando Rakipi, Eduard Shalci, Tedi Mula dhe Sajmir Hasalla. Gjatë pushimit u thirrën disa prej deputetëve që mungonin dhe PS arriti të sigurojë 72 vota, por fal ndihmës së partisë së Tom Doshit.